أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأفدريمة إتاكوين بتم الله عز وجل الصلوات والسلامات يدركوا محمد عليه الصلاة والسلام عليكم السلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave të teravive, duke u munduar të japim përgjigje një pyetje shumë të shkurtër. E ajo pyetje është pse duam Allahun Azza wa Jall. Dhe jemi duke sjell para jush çdo natë të teravive motive, shkaqe të cilat na shtyn neve me dash Allahun Azza wa Jall, dhe për atë arsye duhet ta duam Zotin xhallahu ala jo vetëm natyrshëm, mirë po duhet ta duam drejt, ashtu siç e meriton Allahu Azza wa Jall, duke u bindë dhe duke u nështruar urdhët e tij xhallahu ala. Jemi edhe sonte në motivin e mbrëmshëm të teravis, duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se ai na udhëzon. Edhe na kemi thonë që udhëzimi i Allahut është i nevojshëm, i patjetërsueshëm, është shumë funksional dhe dimensional, udhëzimi kryesor, pa të cilën s'vlen asnjë udhëzim, nuk shpëton asnjë udhëzim, ajo është udhëzimi në fenë Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi i jetën e përditshme vlen dhe praktikohet nga mesi i muslimanëve, duke e futur atë në praktikë dhe duke e falendruar Allahun Azza wa Jall për atë udhëzim. Andaj dëshiron që Zoti këtë udhëzim që ta ka dhënë me rujt, atë duhesh me qenë mirënjohës. Duhet me falendruar Allahun Azza wa Jall, edhe me thonë, çush kanë thonë njerëz të mirë, pejgamberët, njerëz të xhenetit, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall që na ka udhëzuar në këtë Islam, ndërsa ne nuk duhet mund të udhëzoheshim pa ndihmën e të Madhit Zot. Andaj Allahu të ka udhëzuar jo që je filani, Allahu të ka udhëzuar jo që je biri filanit, po të ka udhëzuar se Zoti xhallahu ala të ka zgjedhur dhe të ka nderuar. Për të arsye Allahu të ka udhëzuar, dhe kjo është begati e cila kërkon mirënjohje edhe falënderim ndaj atij që na ka dhënë këtë begati, ajo është Allahu Azza wa Jall. Mu pas mbledh këtë dunjoja me të udhëzu, nuk kishim pas mundësi me të udhëzu, po mos donte Allahu Azza wa Jall, nga sa është udhëzimi në dorën e Zotit xhallahu ala. Allahu Azza wa Jall robët e tij i udhëzon edhe në marrjen e me vendimeve. Jetën e përditshme, njeri ka dert, ka hall, s'dina me nis këtë punë, me nis atë punë, nuk dina me qel këtë biznes, nuk dina mu martu me filan vajzën, filan djalin. Çka duhet me bu? Me fal namaz istihare, mu konsultu me njeri të mëshëm, e pastaj me ju mbështet Zotit edhe me vendos. Nga se mas istiharës edhe mas konsultimit, Allahu ka me të dhon hajë dhe mirësin. Për atë arsye, sa që kini dert, një gajle, a mu njës soda nesër, a me qel këtë puna mës me qel, a me njës këtë mësitnia jo, qka do që ki njetë, konsultohu me Zotin, që aj me të uzu, që ti me marë vendim të drejt. Edhe kjo është lloj udhëzimi që siguron dhe garanton mirëqenie në këtë dunjë. Siguron që mas marrjes së vendimit mos mira pishmon se vendosa për këtë e për atë. Për të arsye kanë thënë sahabët, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikhara kama yuallimuna al-Fatiha ose min suril Quran. Pejgamberi na ka mësuar namazin e istiharës
Sikurse që na ka mësuar surat e Kur'anit edhe surën El-Fatiha. Namazi hastiharës falet kur dush. I ka 2 rekate dhe ka duan e veçantë. Edhe sahabët, edhe udhëtim kur kanë marrë, edhe vendim kur kanë marrë. Para se më marrë vendim, kanë falë istihare, e kanë lutë Allahun që m'ja mundësu me vendos hajr, edhe m'ja mundësu me vendos mirësi. Për të arsye, është përdor si udhëzim në jetën e përditshme. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall të kalumën e kanë përdor njerëzit udhëzim që është begati e Zotit në natën e ertë, kur s'ka pas ndriçim. Njerëzit janë udhëzuar përmes ndriçimit të yjeve. Për të arsye Allahu Azza wa Jall tha: "Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun." Ato janë shenja dhe njerëzit përmes yjeve e gjejnë rrugën ka janë të shku dhe kanë me shku. Kjo është udhëzimi i Allahut Azza wa Jall që Allahu e ka lënë përmes planeteve, edhe përmes krijesave tjera që i ka kriju njeriu me ushërbim me to, me gjetën drejtimin e udhës edhe vendin ku ai do me shku. Këto gjëra ka kriju Allahu Azza wa Jall për me shfizu insanin njeriu. Gjithashtu Zoti xhelalu ala e udhëzon hoxhën, muftien me marrë vendim të drejtë për filan meselen. Na jemi hoxhallar, po nuk i dim këtë meselet, kemi nevojë hala me lexue, me mësue, largimi. Kur dia nuk ka skej. Andaj të kalumën ulemaja tonë, për e tyre Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, sarë që ka pas ndonjë mesele diskutabile, edhe nuk ju ka qel diapazoni i dijes me vendos për meselen, Sheikhul Islam Ibn Taymija ka bo dua që Allahu me udhëzu ka hajri. Për shembull thot vet, kur më ka pysh dikush pi xhamatit një mesele, edhe s'mu ka bu e qartë gjevapi përgjigja. Kum dal në shkretin, e kum du faqën tokë, edhe kum bo dua dhe kum thonë edhe në sejdë, ja muallime Ibrahim, o ja muallime Davud a.s. o ja fahime Sulejman, allimni wa fahimni. O ti që i kidhon dije Ibrahimit, Davudit a.s. dhe që i kidhon kuptim Sulejmanit a.s. më dhurot dituria dhe mua edhe më lehtëso kuptimin e çështjeve. Edhe Allahu Azza wa Jalla thotë Ibn Taymija më ka lehtësuar me gjetë gjevapin, me dhonë përgjigjen e saktë në atë çka më kanë pyet njerëzit. Allahu e udhëzon robin e vet kanë erdhur mos sjell mirë dhe me njërin e keq, me kriminalin. Për shembull rasti i Musait alayhis salam, kur e ka thënë Allahu te Firauni, Musaja ka boni dua që çdo kush që ka më dal nesër më maj fjalim, me mbrojt temën e diplomës, me fol fabrik për para punëtorëve, është mirë me bo këtë dua. Që është e dua që ka bo Musaja alayhis salam. Tha Allahu në gjuhën e Musa alayhis salam: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Është dua që ka bo Musa alayhis salam. Çka tha? Rabbi shrah li sadri, o Allah ma zgjero gjoksin. Pse më zgjero gjoksin? Njeri kur dale para një zullumçarit i ngushtohet zemra. Njeri kur dale para popullit i ngushtohet gjoksi, ku më ditë sa më pas dije ngushtohet pa përvojës. E Musai s'ka pas shumë përvojë dhe s'ka qenë orator. Edhe i tha o Allah ma ço me veti Harunin se kjo është ma orator se unë, ma di mu gjithë. Edhe buni dua dhe tha o Allah ma zgjero gjoksin, mos kem pengesa në shtremgim në gjoks para se me fol. O yassir li amri, o Allah me çdo shkam ki ngarku nuk është e lehtë. Ma lehtëso këtë punë që më ki ngarku me to. Wahlul 'uqdatan min lisani. O Allah, nga trema, nga frika, nga emocioneve, mos e le që gjuha e jeme me pas pengesa ka të foli, me mu lidh, me belbzu, me kuqit. Mi kësy fjallët. Wahlul 'uqdatan min lisani. Çdo pengesë që e kom gjuhë, nga mësyshu o Zot, nga hasedi, nga sehri, çka do kofta jo? Liro ma gjuhën ka të flasë o Zot, le të shkoje me fleksibilitet, e lirë ka të fole. Pse kejtë të doaj i buni Musai e sqarojnë fund. O Allah, edhe pse Allah e ka ditë, po t'i lypi këto punë o Zot, yafqahu qawli.
që mos keq kuptuan unë ku të foli, që të jemi qartë çka po foli, që ata që po mngojnë ta kuptojnë këto, çka më duash me thonë edhe çka po flas unë. Kana njëri fol drejt, fol mirë, po ose fol shpejt, ose xhamati se ka nivelin me kuptuar çka duash me thonë, edhe çka keq interpretohet, edhe keq kuptohet edhe vajzë edhe fjala edhe deklarata edhe kështu me radhë. Për shembull, dukush ta jep një deklaratë me shkrim, dukush ta jep një deklaratë, një prononcim me video, me zo. 100 vjet e kanë ngu deklaratën, prononcimin, me bumi vet, ata 100 vjet, as njëri s'del një me një që ka kuptu. Çfarë është, do thotë, mangësia e krijesës, do thotë insan kanë me qef e kanë herë, do thotë pa qef. Gjithashtu, dietarët kanë thonë që duhet ta duam Allahun Azza wa Jell, nga sa ai na ka udhëzu, por udhëzimi është 4 lloje. Lloji i parë është hidaya amma li kulli khalq. Është udhëzimi i përgjithshëm për të gjitha krijesat që i ka kriju Zoti. Gjitha krijesat që i ka kriju Allahu Azza wa Jall i ka udhëzu Zoti. Alladhi ata kulli shay'in khalqan thumma hada. Është Allahu që ka kriju çdo gjë, pastaj ja ka dhënë udhëzimin. Fëmia nuk është mujt me ecë pa udhëzu Zoti me ecë. S'kish mujt me fol pa e udhëzu Zoti me fol. S'kish mujt me kërku, me humbur, me pi pa udhëzu Zoti. Çdo krijesë ka udhëzu Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është udhëzimi i përgjithshëm. Qoftë njerëz me të mirë apo njerëz me të këqij. Në dy, udhëzimi el-bayan, udhëzimi i sqarimit. Allahu s'kalon kur zho pa alon dyshim. Këtë ka sqaruar. Tha Allahu Azza wa Jall, ma farratna fil kitabi min shay. Nuk kemi lënë kur zon Kur'an pa evidentu. E ka sqaruar Zoti çdo gjë. E ka sqaruar rrugën e drejtë, rrugën e shtremt, e ka kallëzuar Zoti, e ka sqaruar Zoti të keqen, të mirën. I ka dhënë insanit fiqir me kuptu dhe me zgjedh rrugën e drejtë, e ka lënë të lirë. Mirë, po ky sqarim, ky udhëzim nuk kupton me domos që njerëzit këtej kanë më qenë musliman. Po shumica kanë me qenë mohues Allahun e uçush jemi të apo në kohën e sotit. Gjithashtu hidayat tawfiq është udhëzim me hidayet special, udhëzim pak më special. Ose Allahu ta ka dhënë mendjen, ta ka sqaruar hakim batilin, ta ka kallëzuar rrugën e xhenemit, xhenetit, në kuptimin e fjalës, ku çka çon xhenem, çka xhenet, edhe Allahu ta ka dhënë hidayetin. Kjo është special hidayet, udhëzim që Allahu kujt don ai aja. Allahu nuk e pyet kërkon, a ta udhëzoj filanin a mos ta udhëzoj. Allahu s'ka udhëzu as ty as mua pse je filani, pse djali i Alanit. Ja. Këto janë çështje të Zotit. Këto janë çështje të Allahut Azza wa Jall. Për të arsye, transmetuesve kanë qenë dy kujshi, që ata duhet me pas kujdes. Ai që agjeron dhe që falet. Njëri s'ka qenë praktikues i Islamit, edhe ka bo gjunohe. Kisa ai që ka shku në xhami, ka pa ato s'po vjen në xhami, ka po çush bojnë na populli. Allah. Tana të mirët s'vjen në xhami. Dikur i ka plas këtij të mirit, të fol çto dhe ka thonën, pasha Allahin Zoti se fal filanin. Këtu e ka kalu kufinin. Allahu Azza wa Jalla tha men yata'alla alayhi, men alladhi yata'alla alayhi. Kush është ai që o ka don mi marr punët e Zotit në dorë? Kush është ai që po të më bëj gjykat si Allahi në tokë? Allahu thot, ku me fal filanin e ty që i fal ku me denu. Pse? Ki shku jashta normalës. Ky hy me një fushë që ki ndalume me hi. I përzi do punë që s'takojnë ty se e krijes, e ato i takojnë vetëm Allahu Azza wa Jall. Edhe fundit është kajmaki el hidaya ila el jannah. Udhëzimi për në xhenet. Allahu Azza wa Jall i udhëzon robët e vet, çish mu bogati për xhenet, çish mu përgatit për xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Për arsye tha Zoti Xhellahu Ala, wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Allahu Azza wa Jall ata që kanë besu Zotin Xhellahu Ala i udhëzon në rrugën e drejtë. Men yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Atë që udhëzon Allahu, ai është një mend i udhëzuar, është në rrugën e drejtë. Nëse atë që Allahu e ka lënë në devijim, nuk ka udhëzues për te. S'ka mundësi me udhëzu nëse Allahu nuk e ka caktuar që ai më udhëzu. Pra këto janë çështjet e Allahut Azza wa Jall, të cilat çështje i takojnë vetëm Zotit. Allahu na ka udhëzu. A ka nevojë Zoti për udhëzimin tonë? Nuk ka nevojë. Se të gjithë
krijesat janë nevojtarë për Zotin, janë të varfër karshi Zotit. Allahu thotë ja ju nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. O ju njerëz ju jeni të varfër karshi Zotit, Allahu është i pasur, është vetë falendërues xhalla wala. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Nëse mohoni ju edhe këtë krijesa që ka kriju Allahu në tokë, pushteti i Allahut pra mbetet i njëjtë. Pushteti i Allahut pra mbetet i njëjtë, nuk paksohet pushteti i Allahut me mos agjërimin ton dhe me agjërimin dhe udhëzimin ton. Gjithashtu, mazi Allahut ka udhëzu ty, e ke përjetu këtë begati, mundohu që dikush me udhëzu në dorën tonë. Pejgamberi thëmë, gjemë të ri që kanë mësu në xhami, që në dukum për enin e pejgamberit, gjithmonë i kanë nxitë, mu bo se bep ai që shoki vetë me udhëzu në islam. Mu bo se bep me udhëzu në islam, edhe i ka thonën, li an yahdiyaka Allahu, nëse Allahu azza wa jall, rajulan wahidan, khairu leke min humri ni'am. Nëse Allahu e udhëzon një njerit vetëm në dorën tënde, apo ti e se bep me udhëzu ai, bëhet shkak, kjo për ty është ma mirë se devet e kuqe, ose është ma mirë se dunjoja se krejt që ka konto. Devja kuqe për para ka pas vlerë shumë. Kush e ka pas një devet kuqe në familje, është llogarit pasanik i madh në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe i dërguari Allahut ja ka potencu këto Aliut se ka qenë një gjë që ka ndosh njerëzit. Edhe sa që ati ka arë mundësia mi mësu dikun e islamin, u gëzu se ka di që devja kuqe vlen në kohën e sotit afërsisht 1 milion euro. Andaj ka pas vlerë devja kuqe të kalumën dhe pejgamberi e ka prek popullin tel. Pra, ma mirë me uzu Allahu në dorën tonë dhe një insan ti mu bo sebeb, se sa me i pas dhe thot devet e kuqen. Gjithashtu, prej çështjeve është se na duhet mu bo sebeb tha me uzu dikend, por njëkohësisht duhet që na me qel një rrugë të udhëzimit. Kjo vlen për fe, vlen edhe për tradita. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili e nis një rrugë drejt, i udhëzon tjerët për një traditë mirë. Çdo kush që vjen mas atij e merr sevapin e atij që e praktikon. I bo sebeb me nis një punë të mirë, i bo sebeb me nis një traditë mirë, i bo sebeb diçka të mirë me bo. Krejt njerëzit që vinë mas teje deri në kiamet, ka më ta sevapi ty e pa ju paksu atij sevapi që e punon këtë punë. E dyta, e kundërta e të mirës, kush bo sebeb mi uzu njerëzit për të keq, për një traditë keqe, këtë njerëzit që vinë mas atine kanë me marë, ki ka me marë kabahatë se i pari e ka njësë këtë punë. Andaj, për shembull ka tund, s'ka qenë një traditë e mirë e ka njësë filani. Këtë katunarë që e bune traditë mirë, sevapin e merë dhe ai. S'ka sukon traditë ka tund, për shembull, mu përdor filan harami, filani e ka njësë i pari. Këtë që ka vinë mas atine, këtë gjunat i merë i pare që njësë këtë punë të keqë Allah i nërujë. Argument, tha pejgamberi sallam, mëkati i parë që ju bo në tokë është vrasja. E ato e ka bo djali Ademit Kabili. I pari që ka derë gjak fytyr tokës ka qenë djali pejgamberit Kabili. Dhe thot pejgamberi sallam, çdo kush që derë gjak pa drejtësisht, mbyt diken pa hak, një pjesë e gjunajt e kabahatit i shkon djalit të Ademit Kabilit. E që sa vjet Ademi ka dek, edhe djali vet. Allah ja di, 7.000, kumi sa vjet. Sa insani ka shkel këtë tokë, që sa vjet, para mendoni çdo vdekje që është u bo, çdo mbytje pa hak, bigajri hak, çdo gjak që është u derë pa drejtësisht, një pjesë e kabahatit, edhe psa i ka dek ko xhamati i shkon Kabilit. Pse? Është i pari që e ka përhap vrasjen në tokë. Andaj kujdes, mos u bon qeles i sherrit, po bono qeles i hajrit. Ka thonë pejgamberi sa muslimani është qeles i hajrit edhe mbyllës i sherrit. Inshallah Zoti na bën çashtu e nuk na bën në anën e kundërt. Ramazani po shkon kadal, po ja afrohemi 10 fundit, duke lutur Allahun azza që ditët që kanë kalu ai më na pranu, e ditët që na kanë mbet më na forcu me agjëru ashtu siç duhet. Walhamdulillahi rabbil alamin.